Një ngjarje e rëndë është shënuar këtë të diel në Pogradec. Sipas informacioneve paraprake, ka humbur jetën si pasojë e kontaktit me rrymën elektrike një person rreth 6 vjetave. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Zërvaskë të Pogradecit, ku dyshohet se 60-vjeçari me iniciale AB po rregullonte një linjë elektrike ku ka patur defekt dhe ka humbur jetën. Sipas informacioneve dhe banorëve jashtë kamerave, elektricisti i ndjer kishte evidentuar defektin ditën e shtunë dhe kishte ardhur këtë të diel për të kryer ndërimin e por në shtyll kishte 2 linja tensioni për të cilave ai kishte fikur vetëm njërën, duke lënë tjetrën aktive me të cilën ra në kontakt dhe humbi jetën. Ai ka qëndruar pa shenja jete disa minuta në shtyll, derisa shërbimet kanë bërë të mundur zbritjen e trupit të pajetit, cili ishte i lidhur me pajisjet e sigurisë. Një banor u shpreh i prekur për ndarje nga jeta të punonësit të komunës. Ai u shpreh se elektricisti ishte një person i përkushtuar ndaj punës dhe në ditët kur ishte pushim, si dhe ishte një person i komunikueshëm. Ky ishte një person që punonte komunë si shumë, ishte një burr shumë i mirë, i rregull, i sinqert, punonte dhe ditë e pushimit me që kishte probleme fshati, edhe i konstatoi problem defektin dhe erdhi sot për të bërë defekt. Kishte kontakte të vazhdueshme se patjetër ishte një shumë i komunikueshëm, kishte vazhdimisht kontakt. Shumë keq ka ardhur, është shumë vështirësi. Prej vitesh, punonjësi me iniciale AB punonte si elektricist në bashkinë e Pogradecit dhe merrej me mirëmbajtjen e rrjetit të ndriçimit rrugor në fshatra, ndërkohë grupi hetimor mbërriti në vend ngjarje për të bërë zbardhjen e plotë të rrethanave.